Me lotë në sy, të trishtuar dhe pa fjalë, kështu dukeshin sot banorët e 6 shtëpive të cilat një ditë më parë u përfshin nga zjarri në lagjen Karadakmall të komunës Qendër. Thuaj se asgjë nuk ka mbetur nga këto shtëpi. Kryefamiljarët nuk kanë mundur të largohen nga ato çfarë u kanë mbetur këtyre mureve, ndërsa pjesa tjetër e familjarëve janë strehuar tek të afërmit. Ta scherati con voi che mi gjithë bojnë ashtë. E një më ljodhën, se tonë, s'ka mas kuvet me fulas, me punovas. Qka ka thonë zotit gjithë bëjmë? Punatën s'pa gjumë që si po punë një vend. Në menime, njeri ku karët shpia, qish mund me kalu, s'ki gjumë, andra s'ki që shtojnë. Po s'ka, jo, punatën kum pas me gjallartë, kam kushërit, kam me qasin, po s'ku shpia jotës, veni uj ku të ndresh, misa ferme shku, s'ki gjumë, jo, mish ku qesh për të aloj shpijen shtu. Ajo që rëndon edhe më shumë gjendjen e këtyre 6 familjeve është edhe situata ekonomike, pasi bëhet fjalë për personat të papunë, raste sociale dhe pensionist. A më ki ka gjendjen më të keq, janë smut, mëse një qike ka, ne qika është e smut, tash këtë ki interesohet. Me në ndimu, faleminderit kush ka mundësi, kush ka, se dim se si jo gjendje, tash këtë gjendje jonë papunë. Shka me bo. Ma si jena shnosh, di bo të jarit. Jo, jëmë konë punë 28 vjetë punë shtetit. Jëmë tash që të prisë në zavod, jëmë. Ndima s'kam pikur kuna. Qështu me prifat, diçka shka të zanë, qështu. Moller punoj, njës, qështu. Si të më thirë dikush me punu, marrë një dinar, sa për i dare, së më thirë s'ka. Punë dhe i kisha apelu kush ka mundësi. Faleminderit, më në mu, më në asi, kush ka mundësi në vetë. Shpresa e vetme këtyre familjeve mbeten premtimet e kryetarit të komunës Qendër Vladimir Todorović dhe fondacionit Tinex, të cilët premtuan riparimin e qative të shtëpive. Prej kompanisë Tinex janë ofruar ndihmë deri 50-80% që do të mermetojnë, domethënë, vetëm krovat e shtëpive. Po ai naçallniki dje, ai na dha një lajm të mirë, që ku më ju ndihmu. Tha 70-80% tha keni me bosë pin neve. Tash se a bëhet as bëhet ajo. Në fatkeqësinë e djeshme, zjarri ka ploj 6 shtëpi, 4 prej të cilave janë krejtësisht të djegura. Arsyet e fatkeqësisë akoma nuk janë qartësuar, por supozohet të jetë instalimi vjetër elektrik.